Kafaraj në njësinë administrative të Frakullës në Fier është ferma më e madhe luleshtrydheve në Shqipëri. Prodhimi vjetor në këtë njësi administrative arrin në 900 ton luleshtrydhe, ndërsa janë 235 fermer që e kultivojnë dhe sipërfaqja e mbjell arrin në 190 hektar. Pjesa më e madhe e prodhimit shkon për eksport, por në pikun e sezonit të vjeljes fermerët e Kafarajt u përballën me një goditje të rëndë që u erdhi nga lajmi për zbulimin e luleshtrydheve me pesticide të ardhura nga Greqia. Arjan Ahmetaj prej vitesh kultivon luleshtrydhen, por thot se me luleshtrydhen greke, fermerët u penalizuan për disa ditë me radhë, ndërsa i thekson se prodhimi vendas u bllokua në pika tona doganore dhe se dëmi për çdo fermer në 3 ditë shkoi në 2 deri 3 milion lek. Sipas tij, autoriteti kombëtar i ushqimit është prezent gjatë këtyre ditëve në zonë ku po merr analiza, por ai kërkoi që prezenca e shtetit të jetë çdo ditë për të bërë analizat me qëllim që të mos dëmtohet prodhimi i tyre, i cili është bio dhe pa pesticide. Prodhimi ka qenë i mbar, po ne si fermer jemi të pakënaqur me çmimet dhe me punën e shtetit, sepse një goditje marrim nga prodhimi i jashtëm, që në rastin e luleshtrydhës me luleshtrydhen greke, për 10 targa u penalizuam për 3 ditë, 4 ditë në gjithë si fermer. Bet fjalë për një prodhim shumë të madh. Bet fjalë që nga ky vend dikin jo më pak se 3 deri 4 trailer ditë për ditë në jashtë. Dhe ky prodhim u bllokua në pika doganore, sepse do bësh analiza shteti. Patët probleme, edhe prodhimi juaj Prodhimi jonë u bllokua dhe kur bllokua kaloi 2 ditë, 3 ditë, kaloni për diçka tjetër, për reçela, për diçka tjetër. Dhe fitimi në këtë fjalë, në këtë mes nuk bësh fjalë vetëm për ta hequr si prodhim, për mos ta bllokuar si prodhim. Nuk diskuton njeri për të fituar. Çfarë ndodhi me atë prodhim? Atë prodhim, pasi e mbajtën 3-4 ditë, kaloi për reçel në Serbi apo diku tjetër. Ju kishit shumë prodhim që në atë moment? Po çdo fermer ka pasur jo më pak se 400 targa, 500 targa për 2-3 ditë. Dhe bet fjalë që 500 targa me një çmim që kemi humbur ne, jo më pak se 2-3 milion për çdo fermer për 2 ditë. Ajo ngjarje s'kishte lidhje fare me ju. S'bësh fjalë, nuk kishte lidhje fare me ne, asnjë lloj lidhje, sepse këtu ka qenë prezente akuja. Po thuaj se ditë për ditë, javën që shkoj, ditë për ditë në këto pika. Puna është që ne kërkojmë nga shteti që këtë prodhim që kemi ne, që vjelim ditë për ditë, ose me koincidencë që ka akuja, të vi, të marrim mosra, të bëj analiza dhe të ngelet përgjegjësia tek ai që mund të bëj diçka, ose ngelet përgjegjësia të penalizohen gjithë fermerët me këtë problem. Por çfarë duhet bërë për një frut të shëndetshëm të luleshtrydhes? Çfarë u këshillohet fermerëve? Që fermeri mos të hyjë para kohe në vjelje kur ka spërkatur. Duhet të plotësojë atë kohën e konsumimit të preparatit nga bima. Sepse ka herencën e tij që ka shkruar firma gjermane atje që thotë që ky do 3 ditë apo 4 ditë, para 3 ditë, 4 ditë çu të hysh në vjelje. Dhe këto gjëra duhet i respektojmë, duhet jeti vetëdijshëm. Ama edhe shteti detyron, duke bërë analiza, do ta detyrojë tjetrin që thotë këtu shoku dashur të hysh në kohën e duhur për vjelje. Sipas Ahmetajt, në prodhimin e Kafarajt nuk ka probleme, por shteti duhet të luajë rolin e tij. Tani ne konsumojmë vetë shumë fare. Bile edhe punëtorët që vjelin këtu mund të hanë 2 kg, 3 kg ditë për ditë, se kanë problem fare. Konsumatorët sigurojmë këtë që prodhimet në përgjithësi janë të besueshme. Në përgjithësi. Por e thash dhe diçka më para, që të jetë i besueshëm duhet të jetë shteti të luajë rolin e tij, që të shtohet ajo besueshmëria. Se flasim për turizëm, po s'fati bujësi nuk ka turizëm. Flasim të madhe për turizmin. Po tani ku do vej? Ajo gjitha vlorë që do atë sallatë, që do atë domate, që ato si ta sigurojnë nëse ky shtet nuk e garanton. Lere mua si fshatar, shteti duhet garantojë duke bërë analiza të plota. Bota e mbron prodhimin e saj. Po e mbron duke i bërë analizat, duke kontrolluar, jo duke folur me fjalë. Zafir Ahmetaj është një tjetër kultivues i luleshtrydhes në Kafaraj. Edhe i tregon se pati humbje nga situata më e fundit dhe lajmi për luleshtrydhen greke me pesticide. Por sipas tij, nga analizat që janë bërë luleshtrydhes në Kafaraj, ka rezultuar çdo gjë e pastër dhe pa probleme. Pati ndikim goxha, edhe ne shumë keq i përjetuam
edhe humbje patëm, kemi akoma, po sikur ka filluar tash, që erdhën bën analiza ata të AKU-s të gjitha dhe kanë dalë shumë mirë me fjalë, kanë dalë shumë të pastra këtu. Të gjitha kanë bërë në pothuajse në çdo pronar këtu kanë dalë shumë të pastra në luleshtrydhet tona. Nga këto lajme, edhe sipas Zafir Akmatajt, ra vlera e arkës, madje fermerët kanë patur humbje. Filluam reçelin se nuk vati arka me 2000 lekë, domethënë. Edhe filluam me reçelin, çuam për reçel me humbje. Po tani ka filluar? Tani ka filluar tani. Ka filluar kërkesa. Është çik më ndryshe, por prap shumë lirësh. Megjithatë, themi mos e kaluam atë të keqen. Mase ecën, normalizohen gjërat. Rregullohen, inshallah mase. Ai thot se në asnjë mënyrë nuk abuzon me pesticidet. Kjo është një bimë, një frut që nuk abuzon dot, se ajo të prishet edhe të ikin lekët. Kështu që edhe të duash ta abuzosh, nuk abuzon dot, se prishet ta. Fshati Kafaraj njihet për prodhimin e luleshtrydhes. Madje ky prodhim është i sigurt përkundrejt të gjitha lajmeve që vinë nga Greqia për një luleshtrydhe që ka hyrë në vendin ton me pesticide. Kjo është luleshtrydhja që prodhohet këtu në fermën e familjes Akmataj dhe këtë mund ta konsumosh pa frikë fare. Pas ka dhe një aromë shumë të mirë. Ka aromë të mirë. Ky lloj varieteti ka shumë aromë të mirë, është i kërkuar. Po duket goxha i shishëm dhe goxha prodhim që duhet të mos kesh frikë apo jo ta konsumosh në familje këtë. Po pra, tashi sukses e mbar edhe i gjithë të mirat. Faleminderit edhe të mirat keni edhe ju.